Lista e barnave të rimbursueshme ka hyrë në fuqi që me datë 1 mars. Drejtori i Fondit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Liman Morina, tha se në këtë listë ka barna të reja që janë shtuar. Të gjitha llojet e kategoritë e smundjeve bëhen rimbursimi i ilaçeve, domethënë 100% janë të rimbursueshme gjitha ilaçet, domethënë nuk ka asnjë smundje që nuk rimbursohen ilaçet për gjithë pacientët. Detyrimisht nga viti në vit ka ndryshime në listë sepse ka shtesë alternativa të barnave, dhe kështu që edhe për vitin 2025 ka shtesë domethënë të ilaçeve të rimbursueshme që marrin nga pacientët. Konkretisht nuk flas me emra konkret për ilaçet të rimbursueshme, sepse është një listë që miratohet dhe ajo listë ndodhet në farmacitë. Qytetarët mund të informohen për të drejtën e tyre për rimbursim nëpërmjet mjekut të tyre të familjes. Po çdo qytetar është informuar sepse kanë mjekët e familjes dhe mjeku i familjes jep informacionin e duhur dhe ju bëhet rekomandimet për të përfituar ilaçet e rimbursimit dhe besoj që Drejtoria e Kukësit dhe në përgjithësi ka një fond shumë të kënaqshëm se njerëzit nuk kanë çdo lloj pengese dhe i marrin ilaçet e rimbursimit në masën 100%. Në buxhetin 2025, fondi i rimbursimit të barnave është përcaktuar 12.6 miliard lek, rreth 126 milion euro nga 12 miliard lek që u përcaktua në ndryshimet e aktit të 5 normativ të vitit 2024.